Prej mbrëmjes të së hënës në Jal ka nisur një aksion në IKMT për shembjen e ndërtimeve pa leje. 4 objekte janë prishur, ndërsa mëngjesin e së martës aksioni është vendosur në Dhërmi, ku janë në proces shembjeje edhe 5 struktura të tjera, kryesisht biznese që operojnë gjatë sezonit turistik. Pronarët kanë kundërshtuar ashpër ndërhyrjen për prishjen e bizneseve të tyre. Sipas tyre, strukturat e IKMT vijnë pa njoftuar dhe për ta nuk është hera e parë që përballen me shembje të tilla pikërisht në kulmin e sezonit veror. Gjithë malli domethënë e kemi nxjerrur jashtë, se na dha urdhër domethënë nga IKMT-ja që erdhi pa pritur, pa një njoftim, edhe pa asnjë dokumentacion ligjor përkatës, për të nxjerrë gjithë mallin jashtë, se për 5 minuta do të prishet ose ndryshe do të prishet me gjithë mallin që ndodhet brenda. As njofti paraprak, as jep për të na lënë kohë, domethënë për të marrë masa. Sepse ne jemi subjekt i lishëm, nuk jemi subjekt i jashtëligjshëm dhe jemi taksapagues të rregullt. Nga ana tjetër, një pronar e marketit tregon se pas lajmërimit nga IKMT kanë nxjerrë mallin jashtë bizneseve pasi ndërtesa është gati për të shembur. Pas përplasjeve me banorët, IKMT është tërhequr përkohësisht, ndërsa pritet një vendim i dytë për vazhdimin e aksionit. Në total janë rreth 20 objekte në listë për shembje, shumica prej të cilave të lidhura me turizmin.